pikërisht në komunën e Qajirit, më saktësisht në Qajrçan, ku po festohet fitoria e aktivistëve të Besës. Për momentin dëgjohet vetëm të shtënat të fishek zjarit nga ana e aktivistëve të Besës. Të pyesim dikë se çfarë po feston? Sot ne festojmë për fitoren që e kemi prit brenda 2 viteve se kemi dalë në skenën politike dhe besojmë se do bëjmë më të mirën për shqiptarët të sot o ku. Jemi gjithnjë me popullin shqiptar, gjithnjë do jemi me ju. Ju falenderoj. Por ndëgjojmë vetëm ka fishek zjarje për moment se kishte një informacion se ka edhe të shtëna arme. Ka edhe të shtëna arme sepse njerëzit e festojnë këtë fest në mënyrë shumë madhështore dhe presin me shumë gëzime, kanë pritur shumë vite dhe sot e festojnë sikur një fest tepër madhështore. Ne si televizion jemi lajmëruar në Ministrinë e Punëve të Brendshme për të informuar nga ato informata që i kemi marrë në DES se valla ka vërtet të shtëna arme, por nga ana e MPB-s na informuan se deri aty nuk kanë mbri ndonjë informatë se ka pasur shtëna arme dhe ne tash jemi këtu në terren, po shohim se vetëm ka, domethënë, fishek zjarr.